Një drek me zarzavante të freskëta, pa mish për stinën ekonomike dhe shumë e shijshme. Të dashur ndjekës, sot do bëj një recetë verore. Kanë dalë bamjet, janë ullë, do t'i përdor pa mish. Pa mish mu më pëlqejnë më shumë, i vetmi zarzavat që më pëlqen shumë pa mish. Do t'a bëj pak në formë tullie, një patlıcan, edhe një 2 speca mishi dhe një të kuq. T'i jap një kapërditje. Po do t'i hedh pjesë që mos prishet forma e bamjes. 2-3 sira, sa tjerë. Bamjet do lehen jo për të mangjur, po për të rrugos pak, që të mos hapen gjatë gatimis, nga vala, sa ato shpërtej. I largoj në tenxherën që do i përgatis, përdoj tullie, që të dominoj më shumë bamja, aty e kam dhe unë lezetin, po patlıgjani një për lezet, ka shije të veçantë, edhe i quaj dhe tulli, se po thuj se janë 3 përbërës. Masi u ka vërdisën bamjet, do ka vërdis 2 specat, jo të vogla, so pak shumë, që të duket, do jep edhe ngjyrë të bukur, speci edhe ambëlton bamjen, speci kuq, prandaj i hedh gjylloje, dhe i hedh çilin dhe kuqin. Bëjmë pak me krym, e këto nuk janë tirta, po këta nuk e le dhe të thithë shumë voll. Tash këto i vendos nga pjesa e brendshme. Ta të moj një faqja ne, edhe patlıgjani duhet jetë i skuq tamam, se aty e ka shijen, me një shije shumë të mirë, se ju thash që kjo është një gatim veror, pa mish, kur dëshironi hedhe mish, po tashti zarzavatet janë dhe pak të shtrenjta dhe pa tokën e mishit bë, se i merr vlera, si do që tjetë. E shplava pak tenxhere, që ashtu do hedhim kepën, janë 2 kopra kep. Tash kepa ka marrë pak ngjyrë, atëherë do t'i hedhim domate. Domate janë një domate e madhe, e prej me kubik, edhe pa lëkurë dhe pa fava, gjithmonë bamja e do të pjekme dhe jo shumë të qullë domate, po e do tulse, ka shumë rëndësi dhe kjo tjetë. Do t'i hudhim edhe pak kryp, ujin do t'a kemi të nxehtë, kush ka long mishi le ta përgatisim me longun e mishit, bëhet shumë e mirë, po unë nuk kam. Prani do t'a përgatis me një kup knof, më pëlqen. Do t'i hedh pak spec pikant, e kam dhe me pikatore, është funi. Dhe nga e qike konsumojmë, se s'do digjemi të përcëllohemi, unë erzat i kam me karar, po tek bamja përveç se speci në këto momente që e përfithi gjithë longun dhe ka ngel me atë kapërdisjen e vojit, unë do t'i hedh këtë kubin e vogël me knof, ju thash që i jep shumë shije, kujdes me krypën, prandaj unë i kam hulli fije, megjithse ky lloj nuk ka shumë kryp, është shumë i rezervuar nga krypa, vetëm shijen e ka të jashtëzakonshme. E linj të përzihet mirë.
Dhe bëjmë hazë për t'i hudhi pikuj, një pikuj në valën e nxehtë, ja, që deri diku ti jetë pak më e pregatitme. Ashtu e hudhim di zarzavate, salcën e pregatitme me kepën me domate. Do t'i hedhim ujin e nxehtë, me atë se vetë shplaj dhe ene. Do e shofi me sy, që të dominoj një gisht lart mbi bamje. E vejmë prapë. Tashi të zi rreth 25 minuta, gjysmore. Po do ta shplaj dhe i çiftet e nxehre që ka vërdisën. Se ato do zi dhe do ngelen me longun e vet. Do t'i shoh pak për fryt tash. Do edhe pak. Do ta përzi me kujdes, mos hallakate në bamje, se janë delikate, dhe do t'i vej një pjata, një kapak aty, pastaj do t'i vej kapakun kryesor. S'kam tjetër, do t'i vej aty dhe tashi do i lej rreth gjysmore, 25 minuta, tu u zi pak avash avash. Dhe bamjet i kam lënë rreth 25 minuta, janë zi, ja. Ashtu i largoj dhe i lej pak të ftofen. Ashtu i largoj, s'kam më punë, e kam gati për drek. Një drek me zarzavante të freskëta, të ka vërdisme pak, pa mish, për stinën, ekonomike dhe shumë e shijshme, na bëf mirë dhe ne.